Zoti Kara, si e lexoni gjithë të diskutim që është bërë mbi kontratën e lobimit të Partisë Demokratike, ku janë hedhur hije dyshimi duke qenë se bëhet fjalë për një shifër prej $6 milion? Por mua po krijohet bile për te dyshimit arsyeshëm, po krijohet një bindje që është një kontratë me problemet mëdha si ligjore, po ashtu dhe nga ana e moralit politik. Nuk mundet blerjet e kaluara me para. Nëse pranojmë që blejmë kaluarën, atëherë shumë e thjesht blihet e ardhmja. Ne për këtë po flasim për manipulim në zgjedhjeve, të opinionit, por edhe të institucioneve. Kemi një institucion në Amerikë i cili ka dizenjuar shprehjesisht Berishën dhe familjen e tij si pengmarrëse të institucioneve drejtësisë Shqipëri, të shtetit shqiptar, si një rrezik kombëtar për Amerikën, rrezik për vetë sistemin dhe si një person i cili ka frymëzuar dhe ka kryer korrupsion madhor. Pra, të ndikosh në vendimarrjen ekzekutive të Shtetet Bashkuara parashikohet me ligj dhe atje dhe për këto kontrata parashikohet ndjekje penale. Por janë treguar të kujdesshëm që këtë kanë shprehur vetëm në media, por në kontratë nuk e kanë shprehur këto lloj kërkesa, këto lloj shërbimi. Pra, mund të jetë për këtë arsye kontrata, por në letra kanë shprehur shërbime të tjera përgjithshme që kanë të bëjnë me fuqizimin e Partisë Demokratike në arenën ndërkombëtare, me forma të tjera që lobimi mund të njojë të ligshme të tjera. Por në mënyrën se si është lidhur kjo kontratë dhe si është financuar, është për mua totalisht kundërshtim me ligjin shqiptar pak. Është regjistruar në fara në regjistrin e agjentëve të huaj, pra në Departamentin e Drejtësisë të Shtetit Bashkuara, por këtu nuk kemi një dhurim këtu nga donator shqiptar sipas parashikimit ligjor në kufirin e duhur, të dhuroheshin sipas ligjit dhe parashikimit, pra prandaj përsëris gjithmonë, në një numër llogarie të njohur nga shteti shqiptar për Partinë Demokratike, se është një shërbim që e merr Partia Demokratike. Edhe me dhunë, sikur doj dikush dhuroj para, nuk mund ta bëj atë jashtë kuadrit ligjor dhe jashtë më tepër se shifra e caktuara. Dhe nuk mund ta besoj njëri që ka dalë garant një person i cili ka krijuar një fondacion 7 ditë përpara, pra dhe palja kontraktuale amerikane, kur kërkon garanci financiare, minimumi do t'i kërkonte për 3 vitet e fundit. Është një kriter që edhe në Shqipëri e njohim, po është një kriter ndërkombëtar i ardhur tek ne. Fillon që me tendrat dhe me çdo kontratë tjetër të besueshme. Pra edhe ne kur kërkojmë dikujt për bërë një investim, i kërkojmë suksesin e tij dhe shëndoshjen financiare e tij në 3 vitet e fundit. Pastaj flasim për kontratat ngjashme të tjera. Është një kontratë e vetëm në llojin e saj, në të shifrën. Është një kontratë që është bërë pikërisht në kohën e zgjedhjeve, pra në 4 prill. Është një kontratë që në momentin e parë ka një parapagim $750.000. Pra ka kaluar shifrën. Nuk do të jetë 10% se sa e gjithë shuma që ka marrë PD-ja nga buxheti i shtetit në lidhje me aktivitetin e saj. Janë para të cilët nuk justifikohen në burim. Pra për 7 ditë u bë ky fondacion dhe pastaj personi që ka bërë të fondacion del garant për këto pagesa. Pra nuk ka tregon që s'ka pagesa të veta. Edhe është shehur mbas termit patriot. Pastaj nëse do flasim për patriotizmin, unë të paktën si një person që i kam ndjekur të politik hap pas hapi, s'po them që nga fundi i viteve 70 që janë bërë vetëdijshëm e 80, po paktën nga 90-ta deri tani, unë nuk kam parë që mund të ketë një patriot shqiptar real që të ketë një simpati të tillë të çmendur për Belerin, apo në forma tjera, të cilat domethënë mund të prekin mbase edhe vetë ata që janë patriotë dhe militantë brenda vetë PD-s. Kujtoj rastin e Shemsi Premçit, kur
ju tha publikisht dhe Metës dhe Berishës, keni bërë një autogol edhe unë distancohem të pikë në lidhje pak me Belerin. Unë mendoj që kjo kontratë është një autogol. Në mënyrën se si është bërë, si është lidhur nga ana formale dhe si u servir nga palët. Pra ka pasur një frikë për të bërë financime këtu. Dhe fakti që fshihem pasi fondacioni tregon që financimi është i dyshim dhe për mua është i financim, besoj, do të jetë financim i vetë kësaj familje kriminale të akuzuar për korrupsion madhor. Kjo lloj shume verifikoi para gjithë shqiptarëve që po këta kanë para. Për te çdo imagjinate këta kanë bërë para pa fund. Dhe këta e meritokën damkën non grata dhe të rrezikshëm për sigurinë kombëtare amerikane, jo më pa të Shqipërisë që ka marrë lumi, për sa kohë që sundojnë, për te çdojnë dëshushmërie domethënë. Këta e meritojnë vetëm atë damk. Po dhe pjesën tjetër që de facto për mua Berisha ai ka marrë akuzën, po de facto është një proces gjyqësor. Besoj nuk do e kaloj datën 5 maj. Me lojra procedurale nuk mund të shtyhet përballja me të drejtën. E të fshihesh ti, e drejta vjen vetë pasaj. Vjen një moment kur ke bërë padrejtësi, e drejta të kërkon. Dhe nuk mund të fshihesh drejtës. Dita e gjykimit për Berishën do të vi dhe për mua ka ardhur. Pra, ka shtyrë me procedurë. Deri tani në mënyrë të padëgjuar, një seancë para përgatitore por edhe 7 muaj. Nuk ka bërë vakim parë. Precedenti më i rrezikshëm që ne japim, drejtësi e vonuar, drejtësi e harruar. Vetëm e vetëm që ta përdori në fushat, pra nuk po shkon fushat me thelb, me një ringritje, nëse ka ringritje. Pa komplekse nëse janë akuza që nuk qëndrojnë. Por po hyn dhe po përdor dhe fushatën edhe partinë e tij vetëm për të asjansuar të kompleks, për të shmangur përballje me drejtën që mund të jetë edhe për te Shqipërisë një përballje nesër. Është një përsëritje në formën e financimit të kontratës parë, me Muzin kompani, me Binjatën e tjerë. Pra që nuk u morë vesh kur financimi, po që dolën ca firma tjera offshore, ca financime ruse e tjerë, dhe që unë mbyll padrejtësisht nga gjyqtarë të njihen afër familjes tij, dhe që sot janë përjashtuar nga vetmingu si padenj. Pra kemi një politik që vetëm në retorik tenton të jetë deri diku antikorrupsionit, po dhe aty jo, ka një retorik agresive, të pandryshueshme, me qasjet akoma më me mlef, që mbjell dasi ndërmjet shqiptarëve, mbjell frikë për të ardhmen, dhe një financim i cili i thot shqiptarëve që ne, me forcën tonë paras, ne kemi të drejta, e drejta janë që ndron ke forca e paras. Pra, burën që kanë fuqi të financojnë për te çdo lloj imagjinate, avokat fuqishëm siç mendojnë, lobist fuqishëm, të cilën fund fundit janë aty për atë biznes, por që mendoj që ata do t'i përfshin nesër ligjërisht.